Fakti që presidenti Sërb, Aleksandar Vučić, sot ndodhet në Moskë edhe krah për krah me diktatorin Putin demonstrojnë solidaritetin dhe miqësinë e tyre, është një situatë në të cilën bëjmë thirrje dhe atë thirrje kam bërë dhe dje gjatë takimit, bëjmë thirrje që Bashkimi Evropian të heqë dorë nga politika e ledhatimit, e cila ka dështuar me Putinin edhe e cila është destinuar të dështoj edhe me Vučićin. Kërkojmë nga Bashkimi Evropian që të përdor një gjuhë të qartë, një gjuhë të ashpër dhe të dënoj jo vetëm këtë vizitë, por edhe të dënoj të gjitha aktet, sulmet që Serbia i bën ndaj shteteve fqinje. Prandaj në këtë kornizë unë mendoj që nuk kemi kohë për të humbur, unë mendoj që është koha që opozita t'i thras mendjes edhe të mos blokojmë procese të cilat nuk është momenti për t'i blokuar. Nëse nuk janë dakord me qeverinë, nëse nuk janë dakord me kryeministrin, vjen momenti për ta shprehur këtë mungesë dakordimi dhe ai është momenti kur votohet për qeverinë.